Japrakët janë bërë shumë të mira, duken dhe në sy, edhe ato kumllat i japin shumë shije dhe shumë lezet. Të dashur ndjekës, sot do bëj recetën më të preferuar të familjes time, e pëlqejnë shumë, japrak me gjethe rrushi dhe me kumlla të tharta. Shkon shumë. Çudita sot që ishin rritë edhe gjethet, po duket nga që ka rash shiu se nuk po gjeja me thënë drejtën, gjën shumë të vogla. Këtu kam marrë 65 fije me kështu gjethe rrushi, edhe i hudh në një tenxhere, se do rrini çik ato, të përvlohen pak me ujë të nxehtë. Kaq, nuk muloj me ujë të përvlu. E shtyp pak kështu që të rrinë pak të ngjeshme, edhe e lej 3-4 minuta. Edhe gjethet morën varg, se dje që ishte edhe ujë i nxehtë, ndihmoi shumë. Po i rrotulloj. I shoh pak me dorë, janë tamam siç duhet, po duke i heq pjesë. Pra ne ka morë dhe këtë kuzën që t'i hudh. I shpërndaj kështu që të ftofen. Po edhe djegin. Tash i hallakas me dorë. Tash i mori tenxhere për të bë harxhë. I hudh pak vaj. Nuk ka nevojë që t'i hudhësh shumë mënyrë, se do t'i hedhësh dhe sipër. Kjo lloj recete nuk e do bishtin deri në fund. Mund t'i gatush në gjë tjetër, në byrek, se verë është i përzin me erza dhe ato nuk i hedh poshtë, edhe unë do t'i hedh poshtë. E ja, i hudh i kile gjysmë qep të njoma. Për 65 fije gjethe rrushi. Qepa duhet jetë pak e plot, jo e vjetër, po qep e mushme. Tash i marr dhe pak kryp. Për harxhën. Ashti është harxha drejt funit, nuk ka nevojë ta shtypi më shumë, se është qep e njomë e freskët, dhe do bie gjatë zjerjes, prandaj nuk lehet më shumë, se 6-7 minuta, në zjarr të fortë, dhe një gotë oriz, rreth 200 gram oriz. Tash ti marrova punë me zjarrin. E pik, nuk më duhet më. Tash ti marr dhe i hudh harxhët që kam përgatit. Kjo nuk bëhet as me labot, as me lopjet, as me lulkuq, me asnjë gjë tjetër. Është recetë e veçantë, po ja cilësoj prapë. 2 tufa të mëdha me koper. Kam gri, se gjithë din me gri koper. 300 gram kam marrë me majdanoz. Gjeni majdanozin tjetë pak e imët gjethësja, se është më originale. Edhe 350 gram kam marrë nenexhik ose mendër, si që thonë nga jugu. I përzit gjitha këto, pra nesja hodha, se është gjënof me i vra e skuqmja, se do zihen dhe do lëshojnë aromën e mirë. I përzi mirë, që të marrin një formë të një trajqme me orizin dhe me qepën. Harxhën po e derdh këtu te tasi i qepës, e ftofet dhe pak. Tash filloj me mbledhjen e jamprakut, kam gjetë 2 gjethe kështu, 2-3 gjethe të mdhoja që s'më hynë në punë, pak më trasha se gjethet e tjera. Ja vejmë kështu rreth e qark tenxheres, që të mos digjet nisin, se ato ka rast edhe njiten, po shkon në nxehtësia edhe kap gjethen që kemi fut bosh. Nuk shkon aty, kështu që je në rregull.
Ashtu, unë e vuna izolova mirë. Se kam gjethe plot, gjithmonë anvisa duhet marrë një tufë më tepër, se nuk i dihet. Unë i zbukuroj pak shu, ku janë këto qoshet. Akshu. Harova, do t'a kthej kështu. Pjesa gjithmonë e gjethes duhet jetë për para vetes. Edhe pjesa me ndriçim duhet jetë nga ana e poshtme, kurse këti është pjesa me push. Tash i marr dhe me amenje rreth një lugë, jo me dorë, jo me dorezë. Nuk pranon doreza, këto janë origjinale të ershme. Nuk kanë lugë, sa visat kanë la 2 orë harxhet për këtë lloj gatimi. Edhe tash i vej këtu nguc që shtrëngu me njëna tjetrën. Sallakaten kur t'i zim, se ke zirja, është gjithë puna, kjo është e modhe, nuk kam nevojë të harnoj. Që të dali dhe pak japraku i plot. Ja. Gjithmonë ndriçimi i poshtë, kush nuk e di dhe është fillestare. Tash ti japrakut unë do t'i hudh krypën, dihet që do pak kryp, se o mëlton qepa. Do t'i hudh e i dorë kumlla, këtu kam orë 200 gram, kumlla duhet jetë sa më e vogël, aq e tharët, që t'i japi shije këtij lloji japraku. I vendos një pjatë, që të jetë më e përshtatshme për tenxhere. Unë edhe këtë e kam përshtat me gjethen e rrushit, kjo më vjen më përshtat. E shtrëngoj fort, që të mos allakaten gjatë zjerje, se zjerjen e dun shumë të avashët, më shumë se 2-3 radhë mos boni, sa të ngelen pazi, edhe ju shkon dëm, e i themi ne pak e sak. Më mirë bo 2 herë një javë, se sa ti bosh ashtu, them unë të ashti, unë këshu i poj gjithmonë 2-3 radhë. I hudh një gotë ujë, jo më shumë, se ato do lëshojnë dhe vetë ujë. Edhe nuk i hedh as vojë as gjë, vojën do t'ja hedh në fund, masi të zihet. Na munoj pak, po gjithmonë kur bëj japrak më kujtohet edhe ai filmi Shi në plazh. Unë i kam vënë me tenxhere presioni, me thënë të drejtën, më pëlqejnë shumë, bëhen shumë të mira sallakaten, avash, sikur po boni pilafse, me harxha është, edhe digjet dhe pastaj u shkon dëm. Tash do e lej deri rreth 1 orë po një. Erdhi koha ta hap kapakun, në fillim zbraz valvulën, se mos na hudhi ne. Tash e hap me kujdes. E heq edhe pjatën, që i kam vënë për peshë. Janë zi perfekte. Ani marrë dhe i largoj. Dhe i fteren. Forcu dhe më shumë thartinën, se kumlla nuk e ka bo punën e duhur. Gjithmonë unë e du pak më të athës, se që bo kumlla. Ka morë një lugë e gjysëm gjelle me ujë të ftohtë të zakonshëm. Dhe i hudh, këtu kam limontos, edhe i hudh, ja, një lugë e vogël, majnë e lugës, gjysëm lugë e vogël fare e kafes. Varet nga madhësia e gjellës që keni përgatit, do me thënë e japrakve. Dhe ja hudh në këtë mënyrë, që ta marrin ven më ven. Tashti me këtë vojnë, e lejt t'i përvloj, jo që t'i dali tymi, ju thash, po e përsëris, vetëm të nxehtë e kuptoj me dorën time. Si nuk e vej më asë në zjerë, më asë si gjë, e muloj me kapak, edhe e lej dhe një gjysmë ore, edhe e kam gati. Japrakun e kemi gati për drek, edhe ne familja ime. Ju sugjeroj dhe ju, ta gatuni kështu si unë, do ngeleni shumë të kënaqur,
Është tamam recet e veçantë e japrakut, tamam për këtë stin.